nuk ja u ndjen erën kur i dalin në Instagram, me lloj-lloj kremrash, me lloj-lloj rrobash, në lloj-lloj sfondesh. Jam në Toskana, ju përshëndes nga Parisi. O, sa e bukur Vjena, edhe mbrapa Mozarti që këndon, edhe të larta, dhe këtu në Shqipëri, e pin atë pijen që kanë marë për t'i bërë reklam, edhe pastaj e hedhin, si mos kemi probleme ne, e mësë Shqipëri e sapi, duam flamingot, do flamingot, po je sigur që të duam flamingot ty, s'kan goj, kam goj unë, edhe për ata. Kjo është, kur thoshte miku im, Indjej Buerlako, të kesh dy bëth, gjitha mbashe, njëta qash. Kështu është. Tani kam një gjë, se pata një telefon nga një djalë, atje në protest. Me këj kishe, tha, të punë e patriotëve, tha, se edhe unë jam patriot. Qa e patriotësh? Jo, tha, se the diçka, tha, që ata patriotët e Instagramit, ata patriotët e influencimit, ata patriotët e Facebookut, ta marrin udhëheqjen e kësaj lëvizje dhe pastaj t'i shohi populli kush janë, qa kanë,